law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. There is no red line that they have not crossed. Dhe pra, me që nuk ka një linjë të kuqe që Amerikanët nuk e kanë shkelur, si mbas ministrit të jashtëm të Iranit, filloi operacioni bekimi fitores. Pra, bekimi fitores, sulmi raketor mbi bazat amerikane në zonën e Katarit, Bahreinit, pak në kam informacionet e para, Kuwaitit dhe Irakut. Tani, çështja është, kjo është një luftë, apo është një vetvrasje e Iranit? Dhe ku do shkoj? Sepse i kemi ndarë doktrinat, e kam zoti Kokamani? Kokamani, sa mund vazhdoj sipas këndvështrimit tuaj Irani të rezistoj kundër Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës? Unë personalisht nuk kam ndonjë mendim. Në Iran thuhet që ky operacion titullohet Fathul Mubin, pra që do të thotë fitoria e qartë. Si quhet, ma thuaj edhe një herë? Fathul Mubin, fitoria e qartë. Okej. Kështu e përkthejmë. Okej. Dhe me sa flitet, Izraeli nuk ka fuqi ta përballojë vetëm Iranin, dhe në këto kohë që ne flasim, Izraeli bombardohet vazhdimisht, dhe është duke u shkatëruar, është duke u bërë gërmallë si Gaza, dhe për të thënë që Fordo është azjesuar, duhet një ndërhyrje amerikane, ndoshta mund të ketë një marrëveshje, nuk i dihet, vetëm e vetëm për ta shpëtuar Izraelin nga një luftë të cilin nuk e kishte parashikuar që do të zjaste kaq shumë. Dhe nuk e kishte parashikuar që Irani do të ishte kaq i fuqishëm dhe do të shkaktonte shkatrim në masë në Izrael. Një general iranian, i quajtur Jabari, ka deklaruar që nëse vazhdojmë kështu, Izraeli do të zhduket dhe Amerika do të largohet nga rajoni i Lindjes së Mesme. Okej. Dakord. Kjo është linja zyrtare. Linja zyrtare dhe ajo që dominon. Tani, por ama nga ana tjetër, ekspertët thonë, faktet thonë, që qiejt e Iranit janë të pambrojtura nga kundërerorët iranian dhe aeroplanët izraelian hynë brenda, godasin shënjestra që duan ato, pra thellojnë e përsin dhe raketat që Irani dërgon, se ndoshta si keni dëgjuar këtë lajme jo në Iran, nuk është pa juaj. Raketat, një pjesë kape, një pjesë devijohen, një pjesë godasin objekte jo strategjike. Kjo në panik është e vërtet, po nuk ka një barazi në pjatat e peshores. Thuhet që censurë në Izrael është mjaft e lartë. Ata që bëjnë filmime që nuk duhet të bëjnë arrestohen. Të ke plot fakte të tilla. Kjo është e vërtet që Al Jazeera është përzën, gjitha mediat janë përzën nga Izraeli. Kjo është një arsye pse bëhet. Në rrjetet sociale ke video nga Izraeli sa të duash. Të bërë nga qytetarë. Po. Që janë të njohur. Si është në rrjetet sociale? Me Twitter ka plot sa të duash. Pra do të thënë, tani jemi dakord që është kjo një vetvrasje nëse Irani do vazhdoj luftën kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo është një luftë, si thonë ata, fitore e qartë? Unë mendoj që Irani ndodhet. Po? Vazhdoni. Po përgjigju, s'ka se duhet të dimë që Irani është ideologjisë shiite, dhe shiitët përfaqësojnë pasuesit e Aliut, pra pas profetit Muhammed. Po. Dhe jo më kot raketave të tyre vendosin emrin Khaybar, sepse Aliu ishte ai që e fitoi kështjellën Khaybar, një kështjellë simbolike e jahudive të asaj kohe, në kohën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Po. Dhe dihet që shiitët gjithashtu në ideologjinë e tyre kanë sakrificën, pra që simbolizohet me ngjarjen e Kerbelas, nëse keni lexuar pra veprën e Naimit. Dhe në ngjarjen e Kerbelas, iranianët si shiit që janë të përgatitur që kauzën e Islamit ta ndjekin deri në fund të jetës së tyre, duke dhënë të jetën, duke dhënë dëshmorë. Tani këto janë
Kokamani, Edhe ne do jepnim jetën për partinë, do luftojmë Kokamani. deri në fund që këto ideologjit janë gjithandej fetare, jo fetare. Unë të... Ju më parë thatë që celula e gjëra të tilla, për shijat nuk kemi dëgjuar të kenë celula terrorist, sepse shijat janë mjaft mbledh që janë njerëz paqësor, njerëz që janë të edukuar, njerëz që janë të ditur, të shkencës, të shpjegimit. Kërcënohen, ata kundër përgjigjen, nuk thejnë faqe. Okej. Pra ti mendon që Irani i ka hyrë kësaj lufte? Ambasadën amerikane kush i zuri, kush i kapi, i rrethoi, i vraju, hodhi ner, ca vite më përpara? Ato që keni në Manz. Kush? Ato që keni në Manz, zonjë nderuar. Në Manz. Ato që keni në Manz. Nuk janë iranian ato? Ata janë iranian, ata kanë vrarë amerikanë dhe më parë kanë qenë organizatë terroriste nga amerikanët, ndërsa sot... A janë iranian? Jo, po ai po thot për iranian të mirë, jo për iranian të këqij. Okej. Po, normal. Okej. Që i për të qenë mbrenda pyetjes që ju bë. Po. Tash është vetvrasje. Po. Në këndvështrimin tim. Lufta apo vetvrasje kam thënë. Në këndvështrimin tim, lufta me Shtetet Bashkuara të Amerikës është vetvrasje nëse do të vazhdojë, nëse nuk mbyllet me kaq me këto goditjet paraprake pa viktima. Nëse do ketë qoftë edhe një amerikan viktim, do ketë problem. Pse mund të mbyllet me kaq, sepse beson që presioni i brendshëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë MAGA, Make America Great Again, baza amerikane, është tërbuar me Trumpin. Po doli jashtë premtimeve që kishte dhënë në aspektin që nuk do ta fusë Amerikën në luftë, do të bëj këtë, do të bëj atë. Pra, po pse futen atë në luftë? Pse bëjnë këtë? Po sepse kështu pra ndërmjet lobëve që i dhanë, si tha Goxhaj, mbështetjen elektorale, ndërmjet bazës së tij që zgjodhi, ka zgjodhur një të mesme të arsyeshme. Punon shumë bukur izraelitët dhe Netanyahu arriti atë që kemi trajtuar edhe në emisione tjera, arritën që e futën në kurt, në thojza Trumpin edhe përfshin në këtë konflikt. Po Trumpi këtë ka kuptuar dhe nuk ka ndërmend ta vazhdojë me tutje. Nëse kjo mbyllet sonte me këto bombardime ose me bombardimin edhe në ambasade këtej nga Iraku që është boshatisur me kohë. Ti beson që do rri pas po të lajë se Trumpi do rritë pa dalë konferenca shtypit thotë që forcat tona teme ndonë? Këtu, në këtë rast është me pasojë e trana kjo. Përfshirja është komplet shkurton ditët e Trumpit në këtë aspekt. Ba e s'ka mandat tjetër. Nuk ka rëndësi, a i prendoj ta bëj Amerikën të madhe, po jo nëpërmjet a i prendoj ta bëj në rrugë tjera, jo në këtë rrugë, dëmëthon. Plus asaj, pra, taktikisht, Irani nuk mund të luftoj dhe në këndvështrimin tim nuk bën mirë të luftojnë dy fronte. A i të maj frontin me Izraelin. Si majmë në vendimet, Jo, ideja ne po analizojmë. Kështu që këtë hesap e ka bërë Irani. E ka bërë? Po. Problemi është që në Shtetet e Bashkuara Trumpin demokratët kërkojnë impeachment, sepse ka shkuar në luftë pa marrë lejen e Kongresit Amerikan. Dhe nuk mundet që presidenti me atë dëshirën e vetë ta fusi Amerikën në luftë, sepse kjo konsiderohet... Trumpi do thotë si... Nuk ka shpallur luftë, nuk ka shpallur. Zoti Putin, operacion special. A i sigurisht është që nuk ka shpallur luftë, kur sulmon dikë një shtet tjetër, duhet marrësh lejen në Kongres. Me që apëm këtë dhe shumë interesante kjo. Problemi nuk është më shumë që a është me të vërtet ligjore apo jo, unë shikoj një problem që Trumpi duhet tani të merret gjithkohon si që gjatë mandatit të parë me problemet e impeachment, i cili do të kërkojë që investim në kohë, në mjete, në instrumenta juridike për të justifikuar që ishte apo nuk ishte, që do të tërheqë vëmendjen e tij nga shumë problematika të tjera. Megjithatë, është për t'u habitur, më fal, është për t'u habitur se sa e madhe është Amerika nga brenda. Pra, shumë kryetarë shtetesh që janë kryeministra vendesh të mëdha, s'pi përmend tani, kur flet Trumpi ose kur deklaron presidenti i Shtetit Amerikës, janë shumë të rezervuar, shumë të përmbajtur, shumë të ndrojtur, e ndjejnë peshën super autoritetit president Amerikan. Por nga brenda... Me të zojnë ati Trumpit të shi e morën vesh gjithet punë të shi? E morën vesh, po të zojnë ati Trumpit nuk del mirë. Por nga brenda ma, kemi dy qëndrime shumë interesante, një senatori Sanders, pëtori që vëmendjen, që është demokrat dhe që bën një fushat kundër këti vendimi që mori Trumpi për të ditur për të bombarduar. Dhe Cortez gjithashtu? Dhe protest, dhe po them vetëm një mesazh që ai kishte dërguar brenda po them 20 orësh hapi 10 milion kristjanë në botën e klikimeve jetojmë. Katër të lutem, shikoni sa interesant Sanders.
This is a statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran," etc. I agree. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard this second alarming, that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. Po pra, Zushale, s'me reputacion, po dëgjova pas Goxhen dhe Kisavi që nuk ishin dakord me kishin një koment shumë. Aktualisht jemi në kushtet e një operacioni. Pra, ajo që ka kryer, pra është thjesht një goditje ajrore. Si Putin, operacion special. Jemi në kushtet e një operacioni. Në rast se kthehen mbrapa, Trumpi do t'i kundërpërgjigjet kësaj goditje që ka bërë Irani. Pra do të vendosit kundërpërgjigjet dhe të vazhdojnë në këtë aspekt. Pra ky kundërpërgjigjet, ata kundërpërgjigjen, atëherë jemi në aspektin e luftës dhe i duhet patjetër ndërhyrja e Kongresit. Pra atëherë jemi në luftë dhe i duhet Kongresi. Deri këtu nuk jemi. Pra në rast se ndalet nuk je dakord me Sandersin, nuk je dakord me ata që kërkojnë impeachment. Tu del ai, po themi, del ajo. Jo, më nuk ka bazë, është dakordësie. Aktualisht për momentin nuk ka bazë për atë. Dakord, s'ka bazë. Kisavi? Ideja shumë e qartë. Shtetet Bashkuara vetëm nëse shpallin luftë një shteti tjetër duhet kalojë përmes Kongresit. Në rast të tillë nuk ka shpallur luftë Irani dhe asnjë vendi tjetër, kështu që nuk ka nevojë për Kongresin. Bernie Sanders shumë pse shpalli luftë Izraeli-Iran dhe afuti ka gjithë bombardon. Ata në gjendje lufte kanë që 45 vjet. Ishte situatë këtë tjetër, por nëse Shtetet Bashkuara shpallin luftë, le të themi Iranit, duhet ndryrë Kongresit. Tani Bernie Sanders është shumë i kuptueshëm pse është ka ikur koha që tani merr ai të shpall luftë, bën çykon e tjerë. Shumë i veçantë sepse është hebre kundër hebrejve dhe i versionit më majtis të Partisë Demokratike, pra tërheq ata që janë, le të themi, Sanders, bashkë me Alexander Ocasio-Cortez, që në përgjithësi në Amerikë shumica kanë përshtypjen nuk i marrin seriozisht asnjë as tjetrin, po tërheqin ata që janë, le të themi, më pacifistët, ata që mendonin se, le të themi, Hamasi nuk është organizator. Dëgjojmë Bill Clinton, serioz Bill Clinton. Sigurisht. Ish president amerikan. Okej, tu dhe mje pak pesën. Çfarë thot Clintoni për të luftë? Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. And I hope President Trump will do that. I hope anybody there will do that. We've got to stop. We got to convince our friends in the Middle East that we'll stand with them and try to protect them. But choosing undeclared wars in which the primary victims are civilians who are not politically involved one way or the other, just want to live decent lives, is not a very good solution. Do I think that we have to try to stop Iran from having a nuclear weapon? I do. I tried at that, and we had some success. But we don't have to have all this outright, constant killing of civilians who can't defend themselves and they just want a chance to live. Mande vendin edhe mos përfshi. Shërbimi i Izraelit pastaj për kundërpesh i hapi skandalin Levinsky. Edhe ti e ke mendime dhe Monika Levinsky ishte një... Këtu ka nevoj për një shpjegim. Zgjedhjet në Izrael janë zgjedhje demokratike. Do të thotë se nuk ka regjim. Ai që është në pushtet rrezohet të nesmen me votë. Pra nëse kanë ndenjur 18 vjet në pushtet, si kryeministë kanë ndenjur sepse kanë votuar. Pra nuk jemi në nivelin e një regjimi i cili... Edhe ne votonim 45 vjet, nuk ka asnjë lidhje fare votimi jo me votimin e Izraelit. Izraeli është, po tani është politikën izraelite është madje shumë e fragmentarizuar, sepse partia që merr në pushtet një parlament me 120 vota merr 34 deputet. Dhe duan 3 deputet tjetër bësh qeverinë. Pra nuk ka lidhje fare me... për Iranin, Irani është... Po flas për Izraelin, për Netanyahu që përmendi zoti Clinton, nuk flas për Iranin. Irani nuk diskutohet fare çfarë është, Izraeli është demokraci. Ai është sot është nesër mund ta rrëzojnë.
Netanyahu mund të mbasë zgjedhjet pas një viti, nuk është Po ishte ky Netanyahu pasaj që u ngritën gjithë popullit atje sepse kërkonte të merrte pushtete të tjera, pushtete gjyqësore gjitha. Kjo s'ka lidhje me votat. Edhe atje nuk ka lidhje me votat. Edhe atje ka probleme në këtë fushë. Nuk ka lidhje me votat. Sistemi është i tillë që siguron që ai që është kryeministër e humbet me vot postin e tij. Dakor. Kam pak kohë për ta vazhduar këtë gjë, megjithatë unë po them që presidenti Clinton mbeti presidenti më i dashur për shqiptarët, sepse është presidenti që çliroi Kosovën, më themi, dhe presidenti, ose pak në presidencë e tij Kosova u shirua, dhe njëkohësisht shpëtoi dhe Shqipëria, se po të përfshiheshin edhe në luftë. Nëse do kishte folur nuk merr vesh se çfarë ndodhte. Nëse do kishte folur kështu dhe në 99 mund mos kishte ndërhyr fare. Po të kishte folur kështu. Po të kishte folur kështu, do kishte ndërhyr fare. Po, me sa duket interesat amerikane në nesta, nuk është kjo temë, ka pa përgatitur për një. 2012 ka një deklaratë të Trumpit kur Obama sulmoi Libin, ka një deklaratë të Trumpit thotë që tashmë do sulmojnë Libin, e sulmojnë Libin për arsye se i nevojitej për politikë të brendshme. Pra jemi në të njëjtën fazë. Thjesht bëjmë politikë edhe këtij duhet politikë të brendshme sulmi ndaj Iranit, pra. Thjesht bëjmë politikë me njëri tjetrin, asgjë tjetër. Fakti që ai ka presion nga brenda tashmë shumë. Trumpi ka zgjedhjet e mes mandatit që janë shumë të rëndësishme për pushtetin e tij, do përpiqet që ta mbylli këtë konflikt. Pra ai mos përfshihet, vazhdoi. Ai mund të përfshihet në këtë konflikt në aspektin për pa pasur nevojën e Kongresit. Pra ashtu siç e bëri me Yemenin. Me Yemenin ç'a bëri? Ai organizoi në kuadër të NATO-s një operacion për të luftuar kundër Yemenit dhe çdo lloj veprimi ushtarak që është në kuadër të NATO-s nuk ka nevojë për miratim nga Kongresi Amerikan. Dhe angazhoi të gjithë, pra del NATO dhe i shpall luftë Iranit. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës marrin pjesë dhe nuk kanë ndërmarrë. Absolutisht nuk e përfshin. Absolutisht e përfshin për arsye se NATO në Amerika nuk e përfshiu në Irak. NATO ja mund të përfshihet për arsye se gjithë shtetet e Evropës nuk do të kërcojnë. Neni 6 i NATO-s përshtatshëm qartësisht që në rast se sulmohet një bazë ushtarake e një vendi të NATO-s, e cila është e vendosur me marrëveshje ndërmjet shteteve, sulmi pa provokuar, ky sulmi provokuar. Sepse Amerika jam dakord me ju, por Hamas pa nenin pesë. Keir Starmer doli dje dhe deklaronte që në rast se sulmohet bazat amerikane është sulmuar NATO. Pra shihni se ç'loj bëjnë. Tu ka një gjë që duhet theksuar që Irani njofton që do të dalin nga traktati i mos përhapjes armëve bërthamore. Pra në qoftë se bëm një luftë, apo bëm sikur bëm luftë, apo derë disa bomba për të ndaluar Iranin për të zhvilluar armën bërthamore, tani nuk do të jetë më as agjencia atomike ndërkombëtare që bën kontrollin dhe Irani do ketë duar të lira në qoftë se e lëm në këtë gjendje situatën që unë të trëmb aty, ti më trëmb mua. Irani nuk mund të ketë duar të lira sepse kontroll po vëzhgohet 24 orë ajri nga Izraeli dhe po ditë 24 orë. Kjo gjendje nuk ndryshon. Në qoftë se Amerika nuk do ta vazhdojë me një gjë të tillë, ndërhyrja iraniane, irakiane, ndërhyrja nuk ka pasur rrezatim. Fakti që në gjitha vendet e Kuvajtit nuk ka pasur rrezatim, do të thotë është temë tjetër kjo punë. Do të kalojnë në hapësirë publicitare, por përpara kësaj ishte tema që mos zhvilloj armët bërthamore. Dua të pyes Mishën. Rusia tani është në formën apo në formatin win-win. Pra, kjo lufta në Iran mund të rrisit shkrimën e naftës, i bëhet mirë. Ka rënë, thonë, të e bën partner të dhënat. E mbyllin Hormuzin e bën partner të qartë me Trumpin. Pra, do më thënë, Putini këtu delë shumë mirë, dhe se kam bëndin asë njësë apo ndonë në Ukrajinë. Vetëm se e nëzorën tratar me Iranin. E nëzorën tratar me Iranin, thotë Zotë Shala. Do me thënë, konfliktin në Ukrajinë, po ngjanë si një konflikt lokal në këtë moment, do me thënë, Zelenski ankohet shumë që të gjitha armët dhe municionet e destinuara për Ukrajinë kanë shkuar në lindjen e mesme. Ngushtica e Hormuzit do të mbyllet jo sot jo nesër. Do me thënë, kush janë fitimarrësit e kësaj situate? Janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Për çfarë mund të ankohet Putini në këtë moment? Për asgjë. Gjithçka shkon shpje ujë në mullirin e tij. Me lumë të dhe ishte Kina, the mendoj. Okej, është pra Putini po kalon ditët tira më të mira të konfliktit. Po Kina ka problemin e çmimit të naftës që do të shkojnë në stratosferë, ashtu si duhet kaloj ke një temë shumë e mpret që lidhet me Ballkanin dhe me një deklarat që ka bërë Vučići për armët e reja sekrete që ka blerë,
le që nuk e dim se çfarë janë dhe nga i ka blerë. Ti do rish me ne misha dhe më vonë, përpara se të përshëndete me... Mashtron vuçi që herë pas herë sa herë është ngushtë, kështu që... Ne do ta marrim seriozisht, se jemi serioz, se na dhimbset edhe vendi jonë dhe Kosova dhe nuk mendoj që duhet marrë me shaka, se në shtator... Jo me shaka, po ai gjithmonë i lun këto karta. Ta shohim dhe të mundohemi të shohim përtej, po themi, blofit ose përtej presionit. Një pyetje të fundit Kokamani. Pra, thuhet që janë të shumë iranianët që braktisin Iranin, kanë shkuar në Turqi, ka japin intervista në Turqi dhe në vëndet tjera, pra sepse gjithmonë e me vështirë shjeda në Teheran. Është kjo një shenjë sipas teje që lufta ka krijuar lodhje tek njerëzit? Sanksione. Ti u zëri. Dhe më tha Julia që se kemi internetin dhe për shumë. Erdi? Po. Ajo që e ka lodhur popullin iranian janë sanksionet e atyre që i duan shumë, bën propagandë që e duan popullin iranian. Kush janë ata që thonë që e duan? Duke filluar nga Netanyahu dhe gjithë liderët e tjerë perëndimor, që nga njëra anë thonë e duan popullin iranian dhe vendosin sanksione nga të cilat preket populli iranian, dhe jo qeveritarët. Qartë. Po për atë sakrificën e madhe që kishte bërë Netanyahu se ka shtyrë 2 herë dasmën e çunit. Dëgjova? Ko dasma mund të pres. Ta dhe ne po bëjmë sakrifica si familja, tha se kam shtyrë 2 herë dasmën e djalit. Pas ka hallet madhe shkelis, në Gaza po vdesin shumë fëmijë dhe i pas ka hallet në martesës së djalit. Po, kështu është bota sot. Okej, të faleminderit zotë Kokamani që ishe me ne. Unë ju falenderoj shumë, po më vjen keq që një hoxh më shumë të marrë pjesë në çështje politike, por gjithsesi kjo është jeta. Ju falenderoj shumë. Unë kam kujdes të pyetje që bëj sepse nuk dua që të biesh në gjuna. Se nuk e njoh fritet fetare. Po të bëj pyetje ngushësysh politike, ti ndoshta nuk ke autorizim nga Allahu që të përgjigjesh. E kupton, prandaj të ngacmoj shumë. Nuk është çështje autorizimi. Po t'ishe më laik, po t'ishe jo i veshur. Jam ekspert i fesë dhe jo i politikës, prandaj them. Gjithsesi është kënaqësi të thjesht të prezantoj. Qëlloj fati jot në Iran, në Teheran dhe ne të kemi dëshmitar që aty dhe flet një shqipe të mrekullueshme dhe je për neve një shqiptar shumë simpatik. Përshëndesim. Gjithashtu një të gjë nga ne. Faleminderit shumë. Atëherë ne do mirupafshim, ne do vazhdojmë në pjesën e dytë të emisionit me Karla Erti, po, vjen Karla Erti. Me Lajt Vasilin, me Anita Bozhekun, me Andruana Allabanin dhe me një pjesë paneli që është deri tani. Të flasim për situatën në Ballkan, për situatën për Serbinë, është një blof, është një provokim, apo është diçka e vërtet që duhet marrë seriozisht, sa në lartësi është Shqipëria për korat që kalojnë.